mos ju lini Facebook më në dorë mamave, se do t'ju turprojnë, po ju them. Kam hapur para ca kohësh një faqen Facebook që publikoj të njëjta gjëra që publikoj edhe këtu. Unë mendoja se këta komentuesit e TikTokut ishin më të tmerrshmi që mund të ekzistonte në rruzullin toksor, po nuk keni parë komentuesit e Facebookut. Janë të gjitha mosha mamash, tezesh, xhaxhallarësh, hallash, dajosh. Dhe te në një video që nuk ka absolutisht asnjë për të thënë negative, për shembull tek ajo video që unë po u jepja merita mamave me 2-3 fëmijë dhe po thosha bravo për punën që po bënin, por nuk kam një koment pozitiv. Okej, mund të kem 1-2, domethënë nga 100 e ca mund të kem 1-2 komente pozitive. Njerëz të tmerrshëm. Dhe prandaj nuk e se i vë shumë faj brezit të ri që janë ndonjëherë negativa kështu siç janë, se besoj shumë që arritur në ambiente familjare shumë të frustruara. Do thonë ju jo po pranoj ti ato komente negative. I pranoj se prandaj kam dalë këtu, edhe ti pranojnë komentet negative e gjitha. Po puna ç'a brezi kanë arritur këto mama, këto zonja. Hyni për kuriozitet te faqja ime Francesca Murataj dhe thjesht lexojini pa komente tek ato video që kanë komente, se nuk e se kanë të gjitha. Domethënë tek videoja e fundit që kam publikuar, thjesht kam hedhur çfarë kam bler. Dhe për një video kaq të thjeshtë, unë thjesht tregoj çfarë kam bler, nuk po bëj asnjë gjë, as po shaj njeri, as po i provokoj, asnjë lloj gjëje fare. 68 komente të 68 negative. Nuk ka asnjë koment pozitiv. Edhe në TikTok edhe i kam shumica pozitive se sa negative. Dhe tani jam duke menduar që edhe këta komentuesit negativ të TikTokut janë mama me adresa falso. Kështu që ju lutem shumë mbajini ato mama dhe fshiuani çka ato Facebookrat, ato gjëra, se janë shumë të frustruara dhe nuk kemi borxh të mbajmë frustrimet edhe mamave tuaja. Aman keqen. Ju lutem shumë.